Ajo datë është sikur njeri. Lufta nuk bie mollona. Lufta bie plonë. Dokumentar. Pata ime do t'jetë gjithë Një nga ngjarjet më të mëdha të historisë së popullit shqiptar. Dhe fituan ata që duhet të fitojnë. Dokumentar. Triumf mbi vdekjen. Fatmir Muçolli, personazhi i këtij radiodokumentari, ishte njëri nga fëmijët e shumtë shqiptar që u plagosën gjatë luftës së fundit në Kosovë. Fatmiri ishte vetëm 15 vjeç kur me 25 shtator 1998 u plagosë rënd nga forcat serbe te vendi quajtur Pishat e Slatines. Ofenziva serbe e shtatorit e vitit 1998 e koduar si operacioni i tokës së ndezur, ku u vran dhe u masakruan qindra civil shqiptar, do të përshkruhet edhe nga Organizata Amerikane për të Drejtat e Njeriut, Human Rights Watch, në raportin e titulluar Java e terrorit në Drenicë. Nga 22 shtatori, për më shumë se një javë, shumica e fshatrave të Drenicës u gjenden në një shtet rrethim të forcave ushtarake e policore serbe. Ishin mobilizuar me artillerin më të rënd, me tanke, forca ajrore. Pikërisht, atë 22 shtator, ushtria çlirimtare e Kosovës humbi njërin ndër komandantët e shquar të saj, Fehmi Ladrovcin, bashkë me Xhev Ladrovcin dhe bashkëluftëtar të tjerë. Qëllimi i forcave armike ishte të asgjësonin ushtrinë çlirimtare të Kosovës dhe rezistencën e saj aktive. Në pamundësitë e realizimit të këtij qëllimi, makineria vrastare serbe drejtoi tytat mbi popullatën civile. Me 26 shtator, në abrit e epërme, vranë dhe masakruan barbarisht 22 anëtar të familjes Deliu, që nga fëmia 6 muajsh e deri të me moshuara 84 vjeçe. Politika shfarosëse e Serbisë për gjatë 2 viteve të luftës në Kosovë shkaktoi mbi 400 masakra të përmasave të një gjenocidit të paimagjinueshëm. Ndër masakrat që tronditi botën demokratike, është edhe ajo mbi familjen Muçolli, nga Pokleku i vjetër i Drenasit, me 17 prill 1999, ku u vran, u masakruan dhe u dogjën për së gjalli 54 anëtar të familjes Muçolli, nga të cilët 23 ishin fëmijë. Fëmijë ishte edhe Fatmir Muçolli, kur u plagos për vdekje. U plagos disa muaj para se të ndodhte masakra mbi familjen e tij. Pra me 25 shtator 1998. Fatmir Muçolli besoj një nga dramat individuale dhe familjare nga më të tmerrshmet. Historia e tij është e mbushur me rrëfime rënditëse, përjetime që nuk harrohen kurrë. Ishte fëmijë, një trup një mëzak, kur u qelluan nga afër në një prit të forcave serbe. Qellonin pa dallim mbi çdo shqiptar, edhe mbi fëmijët e vegjël, mbi ata fëmijë që me të drejtë dhe mund t'i quajmë heronjtë e vegjël, që po i bënin ballë një lufte aq të madhe. U kishte rënë për hisët e paguanin një çmim shumë të lartë për lirinë e vendit, sepse dora e krimit shtetëror serb nuk po e bënte dallimin. Faji i tyre i vetëm ishte se ata ishin shqiptar. Rreth 1432 fëmijë u vranë dhe u masakruan nga ushtria, policia dhe paramilitarit serb në Kosovë. Shifër kjo e dokumentuar së fundmi. Mirat e tjerë u plagosën dhe lëngojnë edhe sot nga plagët e luftës. Fatmir Muçolli, nga Pokleku i Drenasit, është njëri prej tyre. Fatmiri sot është përballë nesh, për të na rrëfyer mizorit dhe tmerret e luftës, që i përjetoi si një fëmijë 15 vjeçar. Fatkeqësisht edhe unë kam pas fatin me psu përjetu luftën edhe me u ballafaqu me të këqijat e luftës. Po fatbërësisht unë kam pas fatin e mirë që kam shpëtu edhe e kem mundësinë me bashkëbisedu edhe me shiju frytet e asaj lufte në liri. 25 shtator 1998. Ushtria dhe policia serbe kishin nisur një sulm të gjerë në drejtim të fshatrave Poklek i vjetër, Poklek i ri, Korotic, Dobroshec, Vasileve, Gjetiu,
po granatonin mbi popullatën civile të paarmatosur. Për shkak të sulmeve të vazhdueshme, disa ditë më herët, popullata e këtyre fshatrave ishin zhvendosur në male, po strehoheshin në tenda najloni. Atë ditë sulmi ishte i rrept, me intensitet të lartë. I detyroi të largoheshin edhe nga tendat. Granatimet me artilleri të rënd e detyruan popullatën civile të nisej në drejtim të Slatinës, pasi në atë kohë konsiderohej zonë më e sigurt. Në një moment, në ikje e sipër, Fatmiri ndahet nga familja. Ndodhet i vetëm në malet e Vasileves. Aty përjetoi sulmin e parë ndaj tij. Isha bashkë me familjen, du afër fshatit Poklak, në male të Vasileves. Në 2 ditë kem najt strehum mal, shatorat të improvizum. Me datën 25, fshati ishte i rrethum, po thoje pri gjithanëve. Granatimet ishin të jashtëzakonshme, ishin të maja. Unë isha me nanën, vllahën, gruan e Axhës, minë e Axhës, hallën edhe gjyshin. Bashkë me neve ishte edhe baba, derisa na qiti një pjesë tjetër në Vasilev. Aty kum taku Axhën e vogël, edhe baba u shkthy me pjesën e ushtarëve. Baba ishte ushtar i Uçukës. Na vazhdum rrugën, po mas një ore lëvizje, aty afër dikun, ra një granatë dhe unë ndajta prej familjes. Familja kanë vazhdu rrugës drejt Slatinës. Unë kam met me miqen e vogël në pjesën e Vasilevës. Po për shkak të gjujtje maja, e kum gjetë një moment që kam met mes malit i vetëm. Derisa jam taku me gjyshin, me ndjerin Sadri Moçolli, i cili është vra. Në momentin kur kem rënë prit, unë jam plagu dhe ajo është vra. Me një kojshim Murat Klunaj, cilin kohën e pandemisë ka vdek, edhe një nip i mahallës, cili u konë gjenerat e jemja. Bie nata. Ishin strehuar në mal në kodrën e Vasilevës, bashkë me disa kushërinj. Sadri Moçolli, plaku adetar, mbante një radiotranzistor me vete. E hap për t'i dëgjuar lajmet. Forcat armike, si duket kishin dëgjuar sinjalin dhe filluan gjuajtjen me breshëri plumbash në drejtim të tyre. Ky ishte momenti i parë atë natë kur Fatmiri pa vdekjen me sy. Në orën 9 mbrëmjes, gjyshi ka shku me i kërku babën edhe agjallar tjerë që të ishin ushtarë që me shku me pa a kanë shpetu edhe a ka nevojë diçka. Në momentin që është largu prej neve, pas Sadri e ka pas një tranzistor dhe t'ingojnë zonën e Amerikës. T'ingu lajmet me një zonë shumë tolt. Në atë moment ka arë një pizgaver, edhe është nalë në afërsi dikon 10 metra, që na ishëm 10 metra distancë për i rrugës. Dhe ka fillu gjujtjet. Na dy që ishëm atri, mas Sadri na kap edhe na mbolën me trupin e vetë, edhe nuk na lë me lëviz. Na mban në bërthyt një kohë derisa janë nalë gjujtjet edhe derisa janë largu sërbë. Po është ka kogje trishtueshme edhe kishëm frikë momenti kur është kthy, ku ishëm na tram për tokë, momenti kur kem dashur me lëviz, ata janë kthy. Edhe në atë moment kum pa fytyrën e gjyshit, pe i frikës e kum pas një gëzim pa përshkrueshëm që ishte ai, nuk ishin sërb. Pa e ditë që sërb janë largu. Edhe më kap gjyshi për krave dhe më thët rriqi dhe se u largun. Duhej të largoheshin sepse asaj vend më nuk ishte i sigurt. Nisën në drejtim të Slatinës, aty ku ishin strehuar familjarët e tyre. Kur arritën tek vendi i quajtur, pishat e Slatinës, po i priste pabesia e forcave armike. Aty bien e prit Fatmiri, bashkë me gjyshin Ramadanin, bashkë fshatarët Sadriun, Muratin dhe një djalë tjetër që ishte nip i familjes. Në atë prit, Fatmiri plagoset rënd, ndërsa kusheriri Sadri Moçolli merr plag vdekjeprurse. Të tjerët kishin arritur të shpëtonin, edhe pse me vonë Fatmiri e kupton se aty në atë vend prite, atë natë ishin vrarë edhe 6 civil shqiptar. I shkon një pus me ujë,
i madh që neve na dashki me shku rreth rrugës, momentit që e kem kalu pusën, e kishin shtru me rama tokën që në momentin kur na shkelën rama, atëherë me pas një reagim që ata me ni. Momentin kur kem kalu ramat, unë isha përkrah me pasare, gjyshi jam ish përpara, në dy anë ish mal. Në atë moment kanë fillu gjujtjet. Largësia muj me tha që nuk është ko ma e madhe sa 3-4 metra. Në atë moment unë jam ra në tokë të munu me mbulu veç krytë, edhe më ka rrok plumin buzë. Në atë kohë isha fmi, isha 15 vjeçare, nuk disha çfarë lloj pluma veshin, po në bazë përshkrimit janë ka pluma dom. Edhe plumi i parë më rrok mu në pjesën e fytyrës në buzë. Më ka shku kry përpjet. Në atë moment më ka rrok plumi në dorë, edhe kam ra në shpinë. Plumi tjetër, që fatbarësisht nuk më ka rrok në trup, vetëm më ka sos, është në pjesën e zemrës. I shpon deri në gjaks komplet rrobat, ma sos trupin, po nuk më rrok në zemrë. Në ato momente unë jam shtri në tokë edhe ka fillu më hup vetia. I plagosur për vdekje, në disa pjesë të trupit, dëgjoj ushtarët serb teksa i mbushnin armët për t'i sulmuar sërish. Forca e dëshirës për jetë nga dhjeu mbi vdekjen. E një zo, ngarhimat e përjetimet të Basadrit që e këshin rrok plumat edhe levizjet e tina. Në atë moment i kum hap sytë edhe i kum një që sëlbt i kanë mush prap karikatort me pluma edhe kam këshyr për pjetë, thash deri qëtu e pas ka pas jeta jonë. Prap më ka ratë fekt. Rëzohet për tokë. Plagët në trupin e tij njomzak ishin të rënda. Ashtu në atë gjendje agonie, po i dëgjon të rënkimet e plagëve të kushëririt Sadri Muçolli. Nuk ishte zasta therriste. Mas një periudhe kohore, unë e kum gjetë vetëm, edhe pse unë isha në skajt rrugës, unë e gjoj vetëm në mes të rrugës. Edhe për shkak të plagës në gojë, gjaku më kish ra në sy, edhe nuk e kisha shikimin e mirë. Pa ata që ku mujt me dalu, e kum dalu në gjyrën e paltës në Basadri, që e kum pa në komë. Që në bazë të asaj që unë që e kum ni për jetimet e tina, që i ka pas, nuk ma mërmenja që ka mujt me uqu vetë në komë. Edhe më reflekton një dritë në sy. Më ka ra kryt në tjetër nëna dhe prapë më ka kapë fiktet. Deri sa ka një moment që ka fillu shio edhe më bje në ftyrë. Në atë moment jam qu edhe kum pa që nuk është Basadri, afër meje. Nuk është kërkush, edhe një zonë në gjyshit me një larësi më ranën malë që thirë emnin tem. Fatmer, thirë Sadri, edhe nuk isha guzim që m'ju përgjigjë. Edhe kthena në drejtim ka kum ardhë. Drejtim të Gurthysit, ose në drejtim të Poklekut. Jam largu dikon distancë 3-4 metra edhe jam ra në stam të rrugës prapë. Për shkak se nuk kisha mundësi me ecë, se kisha gjakderdit madhe. Në muzgun e asaj natet e pabes, ashtu me krahun zvarë fytyrën e gjakosur, niset në drejtim të Poklekut. Por gjaku po ja pengon të shikimin. Plaga ja kishte tharë gojen për një pikë ujë. Fuqia tashmë e kishte lënë. Kur pa pritmas, dëgjon ca zëra njerëzish që po iknin në drejtimin ku ai kishte rënë prit, duhet i ndalonte. Qohna prapë, eci deri te Gurthysi në Korrëdicë, që distanca ishte dikon 200-300 metra, jo ma shumë që i kisha ecë, po isha ndalë disa herë për shkak se mundësit nuk ishin me ecë në kom. Më ka petja, jam që prapë kum vazhdu rrugën. Deri sa ka ndalë nanën e Poklekut e kum kalu edhe Gurthysin. Ato nuk kum mujt ma me vazhdu. Kum hy prej rrugës në mal edhe jam dorëzu, jam shtra. Kum një turm të grave të mive
ty kalu rrugës. Po e nisha edhe një zonë që e thirr ke dikan, ai thret thrasë edhe une. Ticës, na kem shku mas tyne, të u majt gjyshin në shpinë, e në krah jem dal në Korrëticë. Fatmiri rrëfen qetësisht, por unë humba para ti diku në vogëlsin time, teksa po e mendoja se në përshka ka kaluar një fëmijë 15 vjeç. Ai po tregon për mbijetesën me shumë sakrifica. Dita 26 shtatorit ishte një ditë merri në Drenicë. Gjyshi i Fatmirit, Ramadani, e kishte kuptuar se situata ishte intensionuar dhe duhet të largoheshin edhe nga ajo kabinë. Nisëm për në mbrëndësitë e fshatit Korrëticë. Ne oborin në një shtëpi të zbrazur. Ramadan Muçolli e shtrinë nipin e tokë. Po i vdiste para syve të tij. Toka po njomej me gjak. Kishte humbur shpresat, kur në atë qast para tij shfaqen 2 ushtarë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ishte mësuesi i Fatmirit, Rahim Uleta, i cili me bashkëluftetarin e tij Gani Pecani do t'i dalin në ndihmë. Pasi që u zbrapsën forcat serbe, unë vendosa të kthehem në shtëpi, ishte pas dite, dhe kur kthehem në shtëpi, në oborën në një fqiut, përvrej një person që nuk e njisha, dhe ju afrova. Ai ishte një njeri hipoklekit vjetër. Rastisit ishte gjyshi i Fatmir Muçollit. Tha, nipin e kam shumë rand plagosur. Në një dyshek të holl, ishte shtri ky djalë i ri, ky fëmijë mund të themi kështu, me fytyrën ndëll, dhe e njofa, i thash, Fatmir, ju jeni, tha, po arsimtari Rahim. Me njëherë u organizuam, pasi që në fshat nuk ishte mbetur njeri dhe nuk ishëm me çka ta bartën për me qu në viset tjera që ishte veni më i lirë nga forcat serbe. Me një bashkëluftar timin, kojshi timin nga një Pecani, morëm në mbrëmje kerrin me kali dhe e depërtuam për në lagjën Janova. Filloi trigon të shi nga pak dhe aty e kemi lënë Fatmirin për me dërguar në fshatin Shall i Shtallari. Edhe pse i shtrire me plagë në trup, takimi me mësuesin i jep forcë, i jep shpresë. Ndërsa për mësuesin Rahim në atë kohë një ushtarak i Zoti, ai ishte një moment ligësie, moment emocional. Fuqia e tij prej ushtaraku bie para durimit që po tregonte një fëmijë plagosur aq rënd. Aq ka qenë i fort sa të kujtonte burrërinë e burrave të devotshëm. I plagosur rënd, i ndar nga familja. Kishte përjetuar edhe ngjarje më të rënda kur i ka pa para se vet njerëz të vrarë. Edhe kuptohet një gjendje e një të rift apo një fëmijë, ne që ishim të moshuar, ne që ishim me ormë krah dhe të merroheshim dhe trishtoheshim nga këto raste, po Fatmiris e dihet gjendja e tij shpirtërore. Rahim Uleta, deri në marsin e vitit 1998, ishte në krye të detyrës si mësimdhënës. Lufta i la pa mësim. Por po e jepnin mësimin më të vlefshëm, më të çmuarin, mësimin e sakrificës për lirinë e vendit. Vetëm një duhet të theksoj se shokëve ju kupton në atë moment se edhe Fatmiri, edhe unë në këtë kohë duhet të ishim në shkollë e jo në malet plagosur, kështu siç i ndodhi në zonën tonë Fatmir Muçolli. Rahimi dhe Ganiu me shumë vështërsi e bartin Fatmirin e plagosur deri tek lagja Janova, pikërisht në shtëpinë e Kadri Janovës, i cili ishte edhe burri i hallës së Fatmirit. Kadri Janova e kujton atë çast rëndshefës, fytyrën e zbehur të Fatmirit nga humbja e madhe e gjakut. Bashkë me vëllezërit organizohen dhe e dërgojnë në spitalin ushtarak në fshatin Shall të komunës së Lipjanit. Ato kanë prunë nga një Pecani edhe Rahim Uleta. Kërë kolit e kanë prunë dhe t'i ngatë neve. Kër e kom po atë të gjallë 15 vjeqar, roba plet gjak. Nuk e dishëm ku ashtë i plagosën, kur kun veç gjak i vike e tesha vike era gjak. E këna morë qashtu me koli, me kërë koli, këna që dhe rritë ku e në konë familjartë, ku e në konë vendosën. Gjendja ati nuk thuje si pavedije. Fry merke, tani aty
Ja dhe më një fardime në em lumë pak se i shkonë me teshat lakta me ku preksheve gjak. Ja dhe më një ndimë që kishë mundësi njeri. Kishin kaluar pothuajse 24 orë dhe Fatmiri ende nuk ishte marrë asnjë ndihmë mjekësore. Unë nisëm për me quen në shalë. Unë e vlau, babgjyshit i Fatmirit, henëm kërë, unë nisëm molit për me dalë të stanagjiti, thojmë. As ku zëshëm drita me kallë, as sen hiq tërë në për tërë. Unë nisëm për shkumnja e 500-600 metra, në me të kërë në lëqë, ishë lakë sine, më dhe shi. E kena lëngë kërën aty, jëmë shku me vla, e ku marë traktorin, jena shkuën të stanagjiti, thojmë. Jena shku ka shkolla, në mjetë fushticës në altë edhe Sankosit. Policia, ushtria, në kanë hetu, që po dëpërtojmë asajt, se unë i këtë traktori zhurmat. Edhe gjushin për pjetë ata, gjushin 2 omët, në dëpërtojmë dhe të në fushticë tëllët, dhe drejt në spital. Në shalë aty, në gry ka shtaj spital. I shkonë që kë doktori i Lipionit, fitimi, fillë e kanë marë, ja kanë dhomë, fillun me adhë ndihmën e parë. Në spitalin ushtarak në fshatin Shal, janë kryer shumë operacione, vizita mjekësore, trajtimi plagëve qoftë për ushtarët e ushtrisë qërimtare të Kosovës, por edhe për pacientët civil. Mjeku i luftës, që ende një besnik profesionit e vet, edhe në kohë lufte, Fitim Selimi, thotë se rastet ishin të shumta, qoftë ushtar, por edhe civil. Ka patur raste që për njëherë të kërkonin trajtim mbi 30 plagosur. Në mesin e tyre, që kërkoi shpëtimin e jetës, ishte edhe Fatmir Muqolli. Padyshim që mjeku Fitim Selimi e kujton djaloshin 15 vjeçar dhe mobilizimin e gjithë stafit për t'ia shpëtuar jetën. Fatmiri më kujtohet po edhe si figurë, por edhe si emën, edhe pse është e pamundur tash të flas për lokalizimin e plagëve dhe shkollën e dëmtimit që ka mësuar ai. Fatmiri më kujtohet për shkak të vizitave që masanej ka vënë. Domethënë nuk ka arrit më largu nga kujtesa, përndryshe është e zërshme me fol për pacientët kanë marrë për kujdesin shëndetësor atëherë edhe të cilët në shumë të raste mos si kemi pas asnjëherë. Të pas parasysh që numri i civilëve të lënduar në raportin me ushtarët, afërsisht ka qenë 11. Në një ushtar faktisht 9 civil kanë qenë lëndu. Gjithnjë për faktin që Coku asnjëherë nuk ka qenë linja e frontit përkatësisht kundërshtari ushtarak, siç ishte Ushtria Qërimtare e Kosovës edhe ushtarët e uniformuar dhe kuptohet që probabiliteti për qenë cak i goditjeve fëmijët shumë i lartë ishte. Dhe kështu edhe ka ndodhur. Fëmijët në shumë raste kanë qenë goditur, kanë qenë shumë të lënduar, sidomos plagët që janë shkaktuar nga artilleria, plagët eksplozive, të cilat prej dëmtimeve më të vogla deri te dëmtimet shumë të rënda që kanë qudit te vdekja momentale apo edhe tek amputimet të cilat ja kemi arritur qëllimin që në ato kushte jemi detyruar me bë. Kemi pas situata ku njëjtën kohë kanë ardhur 20 e tepër apo 30 plagosur dhe kjo ka qenë një ballafaqim në situatë edhe në aspektin profesional edhe në aspektin materialo-teknik jo e lehtë për të menaxhuar. Përndryshe për Fatmirin kujtohet një fëmijë plagosur i cili ka pas plagë edhe në gjymtyr, po dosha të them që emëruesi i përbashkët i krejt kësaj që kanë qenë goditur civilët, të cilët kanë gjetë strehim në për gryka malësh. Edhe më shtin në atë sallën e improvizuar të operacionit. Po fatkeqësisht prishet edhe gjeneratorin, nuk është dritë. Edhe vazhdojnë operimin tam me mjete rrethanore primitive. Fatbarësia jam që shpetu u ka trashja gjakët në varë, edhe nuk ka leju gjakderdhje të vazhdueshme, se nuk isha mujt me rezistu, po thoje mbi 24 orë pa kurfar ndihme mjekësore. Stafi mjekësor i spitalit ushtarak punonte në kushte të vështira, por e bënte të pamundurën që të shpëtonin jetën e të plagosurve. Aty ku fillon lufta, aty edhe mund të shkaktohet plaga,
thot doktor Fitim Selimi, dhe nisur nga kjo, shtabi përgjithshëm i ushtrisë së çlirimtare të Kosovës e kishte konsideruar sektorin e mjekësisë si pjesën më të nevojshme, pa të cilën pasojat e luftës do të ishin shumë më të mëdha. Unë e kam një përshtypje që prisit, udhëheqësit e ushtrisë çlirimtare të Kosovës e kanë pas në konsiderat që aty ku fillon lufta aty mund të shkaktohet plaga. Dhe kontaktet me personelin mjekësor, domethënë kanë qenë të pashmangshme. Neve na kanë konsideruar si pjesa pa të cilën zban. As me organizu një sulm, as me organizu një prit, as me organizu një goditje që jepet forsave armike. Konsideroj që gatishmëria jonë për të përgatit dhe për t'i bërë ballë rrethonave që do të na krijosh ka qenë jashtëzakonisht e madhe. Është ndjenjë jo e zakonshme. Mas parish ndjenjë mirë për faktin që i kemi taku asoj strukture e cila e ka ndryshuar historinë e Kosovës. Kuadri profesional shëndetësor ndjehet mirë sepse besoni është ndjenjë e jashtëzakonshme kur të vije pacienti pa tension, pa puls, për shkak të humbjes jo të zakonshme të gjakut, për shkak të plagëve të marra, dhe kur ti kyqesh e bën hemostazën, e nal rrjedhën e atij gjaku, nuk lën që ai gjak me humb, edhe përmes kësaj me shpëtu jetën e njeriut, është ndjenjë jo e zakonshme, është ndjenjë e jashtëzakonshme dhe për këtë Nina posaçërisht mirë se numri i atyre të cilëve ju kemi ofruar këtë përkujdesje është jashtëzakonisht i madh. Pas qëndrimit disa ditor në spitalin ushtarak, Fatmiri kthehet në shtëpinë e tij. Baba i Fehmiu e kishte me merak të birin dhe nga ajo kohë vendos ta mbaj pranë vetes, kudo nëpër frontet e luftës. Lëviznin nga fshati në fshat, nga do që i qënin luftimet. Ende pa ju shëruar plagët mirë. Fatmir Muçolli do të pësoj një tronditje tjetër shpirtërore. Do të përmbyset bota e tij fëmijërore. Familja e tij është në mesin e 54 antarëve të masakruar të familjes Muçolli me 17 prill 1999. Lajmin e kuptoj të nesërmën me 18 prill. Ishin në lagjen e Vermicëve të Shtrubullovës, ku një i moshuar i tronditur nga ngjarja, po u rrëpente për të merrin mbi familjen Muçolli, pa e ditur se ata ishin familja e Fatmirit. Nuk mund ta besonte vrasjen e nënës, vrasjen e vëllait e vogël Abdullaut, vetëm 13 vjeç. Aty momente ishin trishtueshme, edhe të papërshkrueshme, edhe të paharrueshme, edhe sot. Edhe janis përshkrimit, thot familja e Sinanit, familja e Halilit, familja e Rahmanit, Elmis, thot edhe familja Ramadanit. Unë nuk më maj men më asnjë gjë dhe asnjë fjalë për disa orë. Ishim të pinë, ishim të humbun, po çdo herë ish aja pasiguria e luftës që mos nuk është e vërtet. Në momentin kem marrë rrugën, kem shku drejt Aplis, ku kisha një hall të babës. Vjen koha e lajmeve Radio Kosovës Lirë. Asnjëherë në jetë nuk e harroj atë moment, atë zonë të gazetarit Tahir Tesku, ku lexon emrat e secilit antar të familjes tonë. Policia dhe ushtria jugoslave që na depërtojnë në fshatin Krushët. Prej atij momentit, edhe pse isha i ri, isha i vogël, isha fëmijë, kujtoj fjalët e pleqve që thoshin që njeri është më i fortë se sa kur. Është e paimagjinueshme që me nxjerr një konstatim ose me bë një përshkrim të atyre ndjenjave edhe të asaj dhimbje që ti merr vesh që komplet familja jote është vrarë, është masakruar, është djeg, është karbonizuar në mënyrën mas njerëzore të mundshme. Fatmir Muçollit ju masakrua nëna Hasimja, vëllai 13 vjeç Abdullahu, hala Nexhmia, gruaja e Axhës Vahidja me fëmijët kushtrimin dhe qëndrimin. Gjithsejt në familjen Muçolli u vran, u masakruan dhe u dogjen 54 civil shqiptar, nga të cilët 23 fëmijë, me i vogli vetëm 6 muajsh. Të gjithë ishin civil të paarmatosur. Për këtë masakër, gjenocid mbi njerëz pafajshëm, civil të luftës,
Kanë kaluar dekada dhe ende nuk është vënë drejtësi, edhe pse siç na thot Fatmiri, dihen kush ishin kryerësit e asaj masakre. Fatmiri është edhe një zë më shumë i familjes që kërkon drejtësinë e munguar. Shumë e dhimbshme për neve, ku na jetojmë edhe sot, edhe nuk i shohim kriminal që të kanë kryer krimet që dalin para drejtësisë, po gjykohen njerëz që kanë luftuar për vendin e tyre. Kjo është edhe ma pa drejtë. Qysh ka mundësi që sot mos më u gjyku asnjë person për krimet të cilat kanë ndodhur në Kosovë e konkretisht familjen tam, kur dihet mirë filli që forcat serbe, edhe Serbia në atë kohë ka shtet i organizuar, është ka një strukturë organizuar. Dihet prej policit i cili ka shërbyer në Dranas edhe i cili ka shërbyer në Kosovë e proritina njësit që kanë shërbyer në rajonin e Drenicës, komandante tyne, struktura e tyne, edhe nuk ka një përgjegjësi për krimet që kanë kryer në Kosovë. Përfundimi i luftës e gjen Fatmir Muçollin të boshatisur shpirtërisht dhe në një gjendje të rëndë psikologjike. Traumat nga ngjarjet që kishte përjetuar ishin memorizuar thellësisht. Mundohej të este në rrugëtimin e ri të jetës në liri, por nuk po ja dilte dot. Ishin disa organizata jo qeveritare nga shtete të ndryshme që kishin ardhur në Kosovë pas luftës e po punonin në rehabilitimin e personave të traumatizuar nga lufta. Një trajtim të tillë e ndoqi edhe Fatmiri, duke ju falenderuar kusherirës Elhame Muçolli, e cila po e ndishte një trajtim të tillë, pasi ajo ishte një nga dëshmitarët e masakrës dhe kishte përjetuar atë drejt për drejt. Gjatë kohës studimeve, fillimin studimeve, kam shkuar në bibliotekë kombëtare qysh në orën 7 edhe jam kanë gjendje ndoshta me lexu komplet një libër që në momentin që kom shel librin edhe kam kthyer në anën e kundërt, nuk jam kanë gjendje për shkak traumave me mbajt mend jo titullin e librit, po as autorin e librit. Një ditë e kam taku njërin prej dëshmitarëve, e cila i ka shpëtuar masakrës, Lema Muçolli, edhe pyes tash ku je të shku që ka jetu bo. Tha jam të shku, tha, në trajtim me një organizatë franceze. Thash të lutë në hasha, më nësh më më pritë, thash veç 2 minutë. Jam shku i ku marrë librat edhe kam shku, jam regjistru, ku kom vazhdu trajtimin tam bashkë me Lheman 3 muajtet. Trajtim psikiatrik edhe psikologjik. Më ka ndihmu jashtëzakonisht shumë. Ndoshta aja periudhë më ka ndihmu që unë sot të kem përfunduar në universitet, të kem një karrierë, të kem një punë, edhe të kem një familje të shnosh, që të largohem prej traumat luftës. Luftrat nuk sjellin dobi, ato janë të frikshme, krijojnë gjendje stresi dhe traume, thotë doktor Fatmir Xhelili, neuropsikiatër, por që gjatë luftës shlirimtare, kontributi i tij ishte në shumë dimensione, ishte i shumë fisht. Doktor Fatmir Xhelili konstaton pasojat që shkaktoi lufta, sidomos tek fëmijët, si kategoria më e brisht. Traumat manifestohen në periudat ndryshme kohore pas luftës. Tu fillimisht me njëherë mas lufte të ata që kanë qenë më traumatizum, po të një shtres e populatës edhe të grupmoshat e ndryshme dhe në kohë më të gjatë mas luftës dhe mund më manifestu traumat deri dhe 20-30 vjetë mas luftës. Varet që i kanë sublimu dhe që i kanë konvertu ato memorizimet të gjendjeve që ata e kanë përjetu si frikë, si diçka të panjohur, si frikë që ja rrezikon jetën personalisht apo anëtarët e familjes apo rrethin e tyre familjare dhe shoqëror. Normalisht që grupmoshat e reja posaçërisht fëmijët e kanë përjetu shumë më keq dhe më vështirë, posaçërisht nëse kanë pas rast drejt për drejt më ballafaqu me forcat e armikun, me granatimet, me gjujtët edhe bërëshrit e plumave që janë drejtu në drejtim tyne, edhe posaçërisht nëse kanë hup në anëtar të familje. Trajtimi i rasteve me trauma lufte ishte sfidë për shëndetësinë kosovare në ditët e para të shlirimit, por jo i pamundur, thotë doktor Xhelili, sado që kapacitetet ishin të vogla, me ndihmën e ekipeve të specializuara për këtë qëllim, të ardhura nga Amerika, nga Gjermania, Franca, Suedia e të tjera, me sukses po rehabilitonin popullatën e traumatizuar, sado që siç thot ai, në atë kohë mungonte një sensibilizim për ta njoftuar opinionin se ekipet të tilla ekzistonin edhe në atë kohë në Kosovë.
kapacitetet edhe potencialet psikiatrike dhe psikologjike kanë qenë të vogla ose të mangta në atë periudhë kohore, megjithatë gjithë psikiatrat edhe psikologët janë angazhuar që të ofrojnë shërbimet e tyre në mënyrë që të minimizojnë, zvogëlojnë edhe të zhvusin ato trauma që shkaktuan për shkak të çrregullimit të stresit, edhe që janë manifestuar në jetën familjare dhe sociale me dhimbje, me vujtje, me humbje të ndjenjes edhe dashurisë për jetë, me frikë për tarmes, me frikë edhe me humbje të vetbesimit në sukseset që do të arrijnë edhe në mënyrën që do të menaxhojnë jetën të ardhmen. Na kanë ndihmu për me qenë korrekte dhe shumë organizata jo qeveritare, duke filluar prej organizatave jo qeveritare Shtetet Bashkuara të Amerikës, por pastaj edhe Gjermanisë, Francës, Danimarkës, Suedisë, Norvegjisë. Nashta në atë periudhë kohore ka munguar një marketing, ekzistimet të këtyre kapaciteteve për me mujt më trajtuar njerëz që kanë pas nevojë për ndihmë emergjente në drejtim trujtës shëndetit mendor, mirë po kanë bërë punën e vet edhe kanë punu. Muj me thonë që kanë qenë shumë pacienta prej grup moshave të rejaf menore drejt e ata edhe të rritun, po pse jo edhe të më shumë që kanë shfrytzuar këtë ndihmë, mirë po nashta edhe paragjykimet edhe stigmat ndaj kontrollave të psikolog, psikiatra të tjerë kanë bërë që shumë njerëz edhe të cilët kanë pas nevojë mu trajtu edhe nuk e kanë ditë që ekziston mundësia mu trajtu apo që është krejt normale mu trajtu të në psikiatra. Invalidor me shkallë të invaliditetit deri në 40%. Sipas shoqatës së lidhjes dhe invalidëve të viktimave civile në Kosovë,